Përshëndetje miq, mirë se vini në emisionin Koha e Botrorit. Ditën e sotme do të analizojmë dhe skuadrat finaliste që janë Spanja dhe Argentina. Kemi parë gjysmëfinale spektakolare teksa Spanja mundi Francën, ndërkohë që nga ana tjetër Argentina mori një fitore spektakolare duke kaluar në finale. Ditën e sotme do të bëjmë një analizë të këtyre sfida dhe finalen e madhe që na pret ditën e diel. Me mua në studio është Mirela. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Gjithashtu është edhe Ervin Sina, komentator. Përshëndetje Ervin dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Spanja dhe Argentina, Mirela, janë finalistët. E prisje që të shkonin apo ndoshta kishim pak më favorit Francën nga ana tjetër? Prisja diku deri ndoshta Spanjën e prisja që të kishte një lojë agresive dhe mund të ekzistonte një probabilitet, ndërsa Argentina me të drejtën më duket pak surprizë edhe pse është nën petkun e kampionës së botës akoma. Mendoja që në sytë e mi të paktën në fillim të botrorit unë kisha thënë që do jenë Franca dhe Anglia ato që do shkojnë në finale, si duket për të shkuar në finale u desh me patjetër të mundi ato dyja. Kështu ndodhi, nuk e prisja këtë kombinim në finale, sigurisht, duke parë komponentët dhe mënyrën se si kishte zhvilluar lojën Franca apo edhe anën e Argentinës që kishte ngecur apo kishte atë mos zhvillimin e duhur për që një kampione ripërsëri një kampione bote, sigurisht nuk e prisja në këtë lloj momenti që t'ishte kjo finalja, por sigurisht futbolli këtë gjë e ka të mirë që është plot surpriza dhe është gjithmonë ajo që na ofrojnë neve. Ervin, Spanja gjunjëzoi Francën e yjeve, ndërkohë që nga ana tjetër Argentina mundi një Angli që vijon të vuajë mentalitetin e sfidave të tilla. Si pe këto duele dhe u surprizove disi nga Parë nga analiza e përgjithshme përpara fillimit botrorit, nuk besoj që është një finale befasi, surprizë. Pa diskutim që në tërësinë e vet skuadrat në fillim të botrorit, në rast se do të kisha qenë këtu dhe të kisha analizuar pra pretendentët, do t'i qëndroj korrekt dhe koherente dhe vetësime kur kam thënë që në pari në letër skuadrat favorite kanë qenë Franca, Spanja, në qasjen time gjithmonë, analizuar në aspektin organikës dhe në aspektin teknik të lojtarëve, Franca, Spanja, Anglia dhe Portugalia. Ndërsa me njërë pas këtyre vija Argentinën, Holandën, Brazilin dhe Gjermanin. Parë nga rrugtimi pastaj gjatë botrorit, ndoshta Argentina ka marrë diçka më shumë se sa tregoi në sfidat me eliminim direkt. Por duke marrë në konsiderat pjesën e djathtë të tabelës së botrorit, besoj që nuk ishte risi e madhe shkuarja e Argentinës në finale, sepse kështu orientuan short skuadrat. Në rastin e krahun e Argentinës do të kishim pasur fjala vjen Francën, Spanjën, Portugalinë e tjerë, mund të flisnim ndryshe dhe mund të analizonim ndryshe, por duke marrë në konsiderat rivalet e mundshëm që kishte Argentina në krahun e djathtë të tabelës në momentin që doli pas grupeve, një Brazil të dobët realisht, shumë të dobët, ndër më të dobët të historisë gati 30 vjeçare që u ndje Kupat e Botës. Gjermani gjithashtu. Dhe jo, Gjermania nuk ishte në atë krah, ishte Brazilin në krahun këtej së bashku me Anglinë. Ju e përmendët që Anglia vazhdon të vuajë një mentalitet që e ka përndjekur për dekada me radhë, se është një skuadër që çuditërisht vazhdon në primare të ketë lojtarë të rëndësishëm në organik, por nuk i merr vetes maksimumin e mundshëm. Ndërkohë që në krahun tjetër, Spanja është normalitet, shumë normalitet. Mund mos konsiderohet normalitet në përballje me Francën, duke marrë në konsiderat çfarë kishin shprehur deri në atë moment. Ama në aspektin teknik, Franca nuk është befasi, sepse në fundit është kampione e Evropës në fuqi, dhe është një ekip me kualitet të jashtëzakonshëm teknik, skuadër me identitet e kam konsideruar unë. Nëse ka një ekip që ti e di se si luan, është eksaktësisht Spanja, kështu që nuk është risi, përkundër diskutimit pastaj nëse na surprizoi për keq Franca apo jo në duelin e Spanjës. Sigurisht, doja vetëm të shtoja një gjë, nëse jemi të sigurt për një gjë që Spanja mbetet aty ku është gjithmonë dhe është ekipi që gjithmonë është për të mundur dhe e dim, në këtë lloj rasti duke e njohur kaq mirë që i qëndron filozofisë së vet, nuk u morën masa që duhet të merreshin për ta ndaluar dhe për ta në një farë lloj forme për të shkatruar organizimin që Franca ka përballë çdo lloj skuadre. Ajo Spanja ka përballë. Dakor, nëse thellohemi pastaj në analizë teknike, kjo është gjë tjetër pastaj. Ndoshta Mirela Deschamps kishte disa gabime veçanërisht në mesfush, sepse Spanja kishte superioritet numerik
edhe arriti ta mbizotronte mes fushën. Unë do e ndaloja në 3 pjesë humbjen e Francës. Faktikisht, një ishte dëmtimi që ishte një zëvendësim i detyruar, duke futur pak në panik edhe lojtarët, po edhe stafin teknik të Francës, por i vetmi lojtar që kishte fituar 2 luftime në mes fushë nga Franca ishte Rabiot. Dhe ai në pjesën e dytë e heq. Ndoshta nuk i ka fituar të gjitha, por kishte fituar një pjesë të tyre. Nëse shohim në pjesën e dytë nuk fitua asnjë 2 luftim nga mesfushorët francezë. Gjë që u kuptua që këtu ishte një gabim i Deschamps. Mbajtja në fushë një Tchouameni që ishte një hije vetvetes, as po, në mbrojtje as në ndroi Rabiot, ndërkohë që Rabiot deri aty kishte qenë një çelë suksesi. Mua më duket si ai lojtar i fshehtë Rabiot që në asnjë moment nuk ishte i dukshëm apo i zëshëm, por ishte ai çelësi i suksesi që kur të mungon, si ajo pazulla që ti e plotson, por kur të mungon një pjesë, prit thua se këtu që nga defekti. Rabiot më duk ai çelësi i suksesit të Franca, që në faktikisht në pjesë të dytë, shikon, Franca bëri pjesën e parë të mirë, nuk po them shumë të mirë, apo e mbajti veten, e organizoi pavarësisht disfatës, dëmtimit apo tjerë. Po në pjesën e dytë më duk sikur që organizua dhe nuk mblidhte dot. Pastaj dhe mund të them, në mendimin tim të paktën, ndoshta ky është tjetër gjë, trajneri shikon tjetër gjë dhe është absolutisht në rregull. Doué me Barcola. Në momentin që ti vendos Barcola në vend të Doués, ndërkohë që Doué është më i shpejtë, është më teknik dhe është tek për tek si lojtar është më i aftë për të kaluar dhe për të tribluar kundërshtarin, Barcola nuk i ka këto cilësi. Dhe mendoj që Doué do ishte një zgjidhje më e mirë, jo në aq vonesë sa u vendos, sepse është pak e vështirë të futesh gjithmonë në ritmin e një ndeshje të tillë. Dhe kjo vonesë e këtij zëvendësimi e solli pak edhe problemin tek Franca. 2 elementë do të evidentoja. Një që në fakt e përmendi edhe Kylian Mbappé, duhet kishim luajtur fort dhe agresiv në duelet 1-1, gjë të cilën nuk e bëm tha. Humbëm duelet 1-1. E para kjo dhe para në kundërshtrimin tim për saj, paktën si e lexoj unë aspektin teknik, megjithëse nuk jam specialist i midfield, po u bë vite tani që jemi në gazetari, kështu që në një farë mënyrë fillojmë edhe të analizojmë pak me gjaktësi situatat, nuk jemi tifoz, po themi. Para në kundërshtrimin tim, Spanjës është vështirë ti luash të tentosh ta dominosh. Nuk e dominon dot. Domethënë, ajo që vura reu në gjithë botrorin, e vetmja skuadër që nuk tentoi ta bënte një gjë të tillë, pra ti luante ballaz i hapur për të poseduar topin dhe për të qenë agresive në topin e parë, ishte Belgjika. Belgjika, e cila e vuri në fakt në shumë vështirësi me një element, duke i qëndruar pak a shumë pas dhe duke tentuar vertikalizimet, duke dalë në sulm përmes kësaj dinamike që përmenda, përmes faktit që ata ti e detyruar ti presësh dhe pastaj mund të godasësh në kundërsulm. Franca tentoi ta bënte një gjë të tillë, tentoi ta dominonte, por Spanja nuk e dominon dot për shkak të dinamikës lojës që ata kanë. Cilësisë së kualitetit pra ata luajnë symbyll, topat e shkurtër, kuadratin, topat pas shpine, pasimet horizontal, të dehin me lojën horizontale dhe në momentin që të përgjumin, në një moment ti kupton që mund të jetë ndeshja e qetë për ty, por vertikalizimet pastaj të lojtarëve që kanë me cilësi në mes në fushës bëjnë diferencën. Për shembull, Rodri ishte në primin e tij në atë ndeshje. Rodri që në fakt të gjithë ne në një farë mënyrë e kemi parë në vështirësi në këtë periudhë për shkak të problematikës së dëmtimit. Por Rodri, duke luajtur shumë afër me Bajenën dhe me Fabian Ruiz, ishte vrastar. Pastaj Dani Olmo jashtëzakonisht shumë të vështirësi sepse nuk ka një pikë orientimi për të në fushën e lojës, është një lojtar i cili ti nuk e ke dot për referencë. Është polivalent si në mes fushë, është edhe në sulm. Absolutisht. Dhe ajo që pa diskutim krijoi problematikë të madhe tek Franca, është Francës ju pren këto arterje për dërguar topin në metrat e fundit tek lojtarët e klasit botror që ka përpara. Ne të gjithë jemi koshient që Franca ka një potencial ofensiv të jashtëzakonshëm. Dhe në fakt kështu është. Por kjo Francë me atë diferencë të konsiderueshme që kishte nga repart në takimin me Spanjën, vuajti pikërisht boshllokun e madh të lidhjes reparteve nga mes fushën sulm. Dhe mendoj që përkundër çdo analize që ne bëjmë tani, pa diskutim, Didier Deschamps ka bërë analizën e tij dhe pranoi edhe disa prej gabimeve në konferencën për mediat, mendoj që identitetin lojë i Spanjës, vështirësia për të luajtur lojën e Spanjës, të cilën realisht nuk e luan dot për sa kohë Spanja
po të kemi parasysh të gjithë historikun, është në shumicën e rasteve përbërë nga lojtarë që vinë nga Barcelona gjatë këtyre viteve. Dhe nuk është një rastësi. Po, ne, shiko, Rozal, ti e di shumë mirë që Barcelona, Spanja, në identitetin e vetë në vitet e fundit, 20 vitet e fundit, ka qasjen tipike të Johan Cruyffit, pra logjikën e lojës së akademisë së Barcelonës. Dhe fakti që këta çuna rriten në 30 vite me këtë lloj filozofie, është vështirë dalin nga vetja në një farë mënyrë. Kështu që për ta është një shkollë kjo gjë, nuk është rastësi. Nëse tek Spanja, nëse tek Franca ti do ta gjesh kualitetin daljen te goli përmes zgjedhjeve individuale që kanë lojtarë të klasit botror, po që është krejtësisht individuale, tek ata është ekipore. Te Franca tashmë do kemi një ndryshim në pankinë, Deschamps largohet dhe në vendin e tij do jetë Zidane. Mendoni se Zidane mund të bëjë ndoshta më mirë se sa Deschamps, edhe pse ka pasur 14 vite. Shiko, Deschamps ka bërë jashtëzakonisht mirë. Ne nuk mund të bëjmë një listë për një disfat në gjysmëfinalen e Kupës Botës përballë Spanjës. Domethënë, unë nuk mendoj që ky ishte një dështim i madh i Francës. Nuk e konsideroj kështu. Sepse, ato kanë keqardhjen për lojën, për mënyrën se si luaj, sepse ti mund ta humbasësh një ndeshje gjysmëfinale, por ke pengje brenda për mënyrën se si luajte. Sepse Ervin kishin dominuar deri në këtë fazë, ishin dominues absolut në Dakor, po unë personalisht edhe këtë çështjen e dominimit e kam parë pak me skepticizëm. Po jo përmend vetëm një element, me përjashtim të ndeshjes Marokut, të cilën ata e asfiksuan nga eja tek zhëja dhe një kundërshtar shumë i fortë në letër. Por i të vërtetës deri aty, nëse ne ulemi dhe bëjmë një diskutim të thellë teknik pastaj, Franca pati problematikat e veta. Po ju jap vetëm një argument. Senegali ishte skuadra më impenjative në fazën e grupeve, në 50 apo 60 minuta lojë, Franca nuk goditi asnjëherë në port. Dhe u desh një zgjidhje individuale që të çlirohej loja në pjesën e dytë. E mbani mend besoj, sa vuajti në pjesën e parë. E mbani mend edhe sa vuajti të gjej zgjedhje për dalë te goli, të gjej zgjidhjen e duhur edhe me Paraguay. Një skuadrë e fortë, tipike agresive si Amerikano-Latine, si Argentina, si Ekuadori, si Kolumbia dhe të tjerë. Kështu që në dinamikën e saj, Argentina dhe Franca nuk është se patën kundërshtar të nivelit botror për të shkuar deri në gjysmëfinale dhe për të analizuar ne nëse realisht ishin ekipet pathyeshme apo jo. Dhe ja ku e gjetën vetëm pastaj përballë një kundërshtari të cilin e njohin, pa diskutim, sepse kanë luajtur shpesh në dekadat e fundit. Kështu që nuk mendoj që ishte një barometër botrorin tërësi për Francën përpara se të vinte tek dueli me Spanjën. Por në tërësinë e vet, unë them që Franca me Didier Deschamps ka bërë jashtëzakonisht mirë. Mos harroni që ka fituar botrorin 2018, po janë mundur me 11 metra shën botrorin e kaluar, po kanë qenë gjysmëfinalist të kampionatit evropian, që nuk është pak, po finalista Euro 2016 u mundën në minutën e 116 në finale nga Portugalia. Kështu që shiko, ne nuk mund ta mbasim gjithmonë suksesin vetëm me trofeu. Por mua është suksesi i jashtëzakonshëm të jesh gjithmonë gjysmëfinalist, finalist. Absolutisht sukses. Mendoj pastaj që pa diskutim që Franca e ka, për të mos u zgjatur shumë dies, Mirel, Franca e ka të gjithë kualitetin brenda në mënyrë absolute dhe Zidane për më tepër pastaj është një trajner i cili ka treguar veten edhe tek Real Madrid me një fitues ka. Në mënyrë absolute është dhe një lider në domat e zhveshjes ai, nuk është personazh anonim. Personazh anonim për shembull është Roberto Martinez tek Portugalia, kam konsideruar unë, një trajner pa shumë personalitet. Dhe nëse ka një pikë të dobët tek Portugalia që mund ta keni diskutuar dhe ju në podcast gjatë këtij botrori, ka qenë pa diskutim menaxhimi i një grupi lojtarësh të jashtëzakonshëm në nivel teknik nga Roberto Martinez. E tregoi që menaxhoi dobët edhe Belgjikën në të kaluarën, menaxhoi dobët edhe grupin e Portugalisë. Është e kundërta Portugalia në raport me Argentinën e Leo Messit. Fjala vjen. Nëse tek Argentina e ndjekin gjithë Leo Messin, tek Portugalia nuk e ndjekin fare Cristiano Ronaldo. Mirela, Zidane mund bëj ndoshta. Zidane njihet për një menaxhues shumë të mirë, jo vetëm një trajner, por edhe një menaxhues shumë të mirë të hyjeve të mëdhenj. Dhe në këtë lloj situate sigurisht që Franca ka hyje të mëdhenj duke filluar nga mbrojtja deri në sulm dhe mendoj që duke patur një formacion kryesor, por edhe dy formacione të tjera që një mund ta marrin me vete si rezervë dhe një tjetër ta lënë në shpinën e se i duhet, Zidane mund ta bëjë këtë gjë në mënyrë perfekte. I vetmi trajner mendoj që mund i përshtatej Francës me potencialin që ka për t'i nxjerrë akoma dhe më shumë nga ajo se çfarë i ka nxjerrë Deschamps. Në momentin që Deschamps arriti ta shpall kampion e botës, sigurisht vazhdoi përsëri dhe çoi si nën kampione të botës përsëri.
kishte disfata shumë të vogla, siç tha edhe Ervini përpara. Që shiko, janë disa momente të humbasësh nga Franca, të humbasësh nga Spanja nuk është problem. Problemi është të humbasësh nga ndonjë ekip që është surprizë dhe me një lojë të shëmtuar ndaj një ekipi të vogël, por të humbasësh nga Spanja një farë lloj mënyre është e tolerueshme, është e kuptueshme dhe e gjitha. Sigurisht Zidane do jap pak atë mentalitetin e vet agresiv në krahasim, nuk do jetë aq diplomat në disa situata sa ç'është Deschamps apo dhe i qetë, po e them, Zidane është pak më ndryshe, pra ka një grind, është luftarak dhe si lojtar ka qenë i tillë, duke njohur dhe në përbërje pak a shumë se si disa lojtar më përpara i ka menaxhuar Zidane. Dhe tani Kjo është elmi Mirel të menaxhimit të lojtarëve, më shumë se sa tek aspekti teknik. Po. Ata janë lojtarë të kalibrit botror. Këtë gjë ka bërë dhe mjaft mirë edhe te Real Madrid. Absolutisht, po unë vazhdoj i besoj edhe asa që nisi të thotë dhe Mirela që elaboroi pak që menaxhimi i grupit do të jetë vendimtar, sepse Franca për shkak të yjeve dhe edhe të karakterit të disa lojtarëve ka më shumë po themi më shumë problematik në menaxhimin e lojtarëve dhe të emrave të përveçëm se sa tek po themi qasja tekniko-taktike. Domethënë ata janë lojtarë kalibri dhe ti e ke lehtë punosh në këtë aspekt. Problemi aty është menaxhimi i grupit dhe besoj që Zidane ka autoritetin e duhur dhe qasjen e duhur edhe në profil e ka treguar edhe tek Reali për ta menaxhuar mirë grupin e një France që edhe në moshë mesatare besoj të paktën deri në botoren e 2030 ka emrat e duhur për të qenë në listën e pretendentëve të mëdha edhe për kampionatin evropian edhe për kupën e botës. Minimalisht do ketë emra që ka aktualisht dhe do i shtohet ndonjë emër që po me cilësi të njëjta ose të më të mëdha se nga këta që të shkan. Po ka prodhim pafund Franca, me përjashtim të repartit mbrojtjes ku ata po hasin pak vështirësi sepse mendoj që më shumë kishin probleme me sfushën në kësaj si botroj se sa nuk e besoj. Më shumë te pjesa e kësaj ndeshjes fundit sepse pjesët e tjera Rabiot ka qenë ndër më të mirë. Absolutisht. Po shiko, nuk besoj që vuajnë me sfush ata. Problemin ata e kanë në krahët e mbrojtjes aktualisht. Lucas Digne nuk është një lojtar i denjë për cilësi për pjesën tjetër të skuadrës, po flas. Lecroix që u fut në vend të Salibas është një lojtar që nuk garanton fare sigurinë e reparit në mbrojtje, se pat edhe në duelet 1-1. Jules Koundé është një lojtar i lehtë për peshën që ka Franca, po flasim gjithmonë për staturën e Francës ne. Aty në listën e lojtarëve të mbrojtjes, edhe Upamecano, unë e kam komentuar në shumë raste gjatë viteve të fundit, është një lojtar me hope, është një futbollist që mund të jetë në një ndeshje më i mirë në fushë, por në ndeshjen tjetër është dizastër, është komplet i lehtë si futbollist, nuk garanton qëndrueshmëri të madhe. Kështu që do duhet ta rigjej veten në reparin e mbrojtjes Franca, pastaj në fusha dhe sulmi është një kvalitet i jashtëzakonshëm, mund të nga më të mirat në botë në mënyrë të padiskutueshme. Domethënë sidomos për 10. Olise është në rolin e tij më i mirë në botë në gjykimin tim, në mënyrë pa diskutueshme. Due është një lojtar futbollist fantastik. Mbappé nuk ka nevojë për koment në mënyrë absolute. Mund ta përdorësh në dy pozicione dhe si playmaker 10 apo trekvartist. Nëse ka një gabim referuar dhe kritikëve të futbollit evropian në ndeshjen e fundit është pikërisht kjo që Olise në momentin që vuajti në qendër përballë një Spanje dominuese në atë repart, mund të ishte spostuar lehtësisht në pozicionin e tij natyral në krah djathtë aty ku pëlqen thellësinë, dhe duelet 1-1 ka shumë të mira dhe është një lojtar që godet kur futet nga krahu drejt qendrës. Kujtoj golat spektakolar në Champions. Dhe aty mund vinë në vështirësi edhe një lojtar që ishte më i miri mbrëmjes për Spanjën, Kukureja. Kështu që në këtë prizëm, pa diskutim ajo kaloi tani, por në dinamikën e ndeshjes, Olise që është një lojtar i formuar për të luajtur edhe mes linjave të kundërshtarit, por edhe në krah mund ta kishte bërë këtë lloj ndryshimi. Megjithatë, ajo që iku për të ardhmen mendoj që baza e Francës është e mrekullueshme. Nëse ne mund diskutojmë për Italinë, për Gjermaninë që ka një problematik me tranzicionin e brezave, pra Italia del kampione me U17 dhe me U19, shkon finale në U20-s në botë, por nuk arrin dot t'i konfirmojë këta lojtar. Franca e bën në mënyrën më të mirë të mundshme edhe për një aspekt shumë të rëndësishëm, sepse kampionati francez nuk është i lakmuar masivisht nga lojtarët e huaj, presionet tek skuadrat e mëdha në Francë është minimalist, kështu që lojtarët e kanë më të lehtë të deportojnë në skuadrat e para. Ndryshe ndodh me Italinë ku Juventusi duhet fitojë me patjetër.
Se kështu është tradita e Juventusit. Milani duhet fitojë me patjetër, Interi duhet fitojë dhe kështu bëhet gjithmonë edhe më e vështirë për lojtarët që vinë nga U17, U19 dhe U21 për të konfirmuar në nivel të lartë. Dhe kjo është një gangrenë e madhe në mënyrë të veçantë e futbollit italian. Kështu që për Francën unë parashikoj që do të vazhdojë të ketë një prurje masive lojtarësh edhe për shkak të urisë që kanë, fjala vjen ato që vinë nga vendet koloniale, afro-francezët. Uria e madhe. Ata vinë praktikisht nga rruga, nga futbolli i rrugës, që është shumë e rëndësishme kjo. Brazilit kjo po i mungon sot. Pra, kjo është tipike për vendet e varfra ku ti ke dëshirë të shpërfaqesh dhe ne kemi parë sot ata janë bijtë emigrantëve, janë pa diskutim ata që kanë urinë më të madhe për treguar vlerat e tyre. Ervin, kalojmë te Anglia që ka jo pak halle më shumë se sa Franca, sepse Anglia priste shumë më tepër ndoshta nga kjo gjysmëfinale dhe bëri një ndeshje skandaloze në pjesën e dytë. E çuditshme se si duk si një skuadër do të thosha italiane, po italiane atyre ekipe dobta shumë. Çuditshme se si transformohen nga ndeshja në ndeshje, nga prag turneu në mes turneu, në fund turneu. Dhe ne me batut, unë përpara ndeshjes me Argentinën, me miq dhe kolegë, këtë po diskutoja shanset e Anglisë për të kaluar. Unë nuk shikoja favorit për vërtetë, shikoja 60-40 në raport me Argentinën, për të qenë korrekt, edhe për shkak të dinamikave të ndeshjeve të Argentinës, edhe lodhjes madhe që kishin treguar, edhe vështirësisë për dal nga goli kur nuk është Messi aty. Polemikave që ka pasur. Po edhe për shkak polemikave. Kështu që e shikoja favorit. Por ndërkohë që i shikoja favorit, bëja edhe batutën tjetër. Por se mos këta i kanë prerë biletat për Mykonos përpara kohë, siç bëjnë zakonisht. Se anglezët e kanë tipike këtë. Domethënë, janë gati që ta lënë turneun mes në kuptimin figurativ dhe të mbyllin pushimet në Greqi e gjatë. Kështu ka ndodhur në tradicionalisht kështu ka qenë, pikërisht. Dhe në fakt, në mënyrë metaforike, se kjo është për batut pastaj, por është e çuditshme se si nuk e përjetojnë peshën e turneut siç e përjetojnë kombëtarët e tjera. Fjala vjen, atë uri që ti e ke tek Argentina, nuk e shikon tek anglezët. Që tek këndimi i himnit ndoshta fillon. E çuditshme. Domethënë, më bën përshtypje fakti që anglezët nuk e ndjejnë shumë këtë peshën e turneut, e triumfit, e fitores, domethënë punë e madhe se nuk fituan, nuk ka rëndësi. Po kështu ka ndodhur në 98 ku kanë pasur një super kombëtare. Kështu ka ndodhur në 2002-shin, super kombëtare. Gjithmonë kanë pasur kualitet të jashtëzakonshëm. Kështu kishin edhe këtë vit, mes fushën dhe sulmi ndër më të mirët në botë. Dhe në fakt, më çuditën me mënyrën se si u qasën në pjesën e dytë me Argentinën, sepse në aspektin kualitativ, ata janë lojtarë që nuk kanë fare pak përkundrazi, janë superior në raport me mbrojtjen e Anglisë, në raport po donë edhe me mesfushën. Tjetër gjë pastaj sulmi i Argentinës, që është një sulm vërtet me cilësi të madhe. Të gjithë kryqëzojnë Thomas Tuchelin, por nuk mendoj që është vetëm çështje e Thomas Tuchel. Është në përshtypjen time, trajneri mund të t'japi direktiva sa të duash, por ti në vetvete, pa diskutim, kur je Harry Kane, Declan Rice, Rashford, Saka që luan gjithkohon në nivele të larta, pa diskutim i përgjigjesh kundërshtarit, duke treguar veten një herë që po luaj ballazi. Një gjë të tillë e bëri në pjesën e parë, por në pjesën e dytë, edhe kur ndoshta edhe trajneri bëri disa ndryshime të çuditshme. Patjetër, pra thash, e kanë kryqëzuar gjithë dhe edhe mua më bëri përshtypje fakti që Anglia. Mediat angleze kanë bërë këtë faktin që nxorri dy mesfushor dhe futi dy mbrojtës. E kundërta. Në këtë rast çfarë bëri Scaloni? Scaloni e parë që krahati kishte të lirë dhe vendosi të sillte në fushë një futbollist si Lautaro, që dihet aktivizoi Lautaro në qendër, ka bërë të njëjtin gjë ka bërë në disa ndeshje në fakt Scaloni, kur ka parë veten në vështirësi, ka bërë një ndryshim pozicionit të Leo Messit. Nico Gonzalez. Sidomos Leo Messit, ka futur Lautaro në qendër që është një lojtar shumë i mirë me kurriz nga porta kundërshtare dhe gjaftar zona. Ka spostuar Julian Alvarez në krahun e majt dhe Leo Messi i ka dhënë terren në krahun e djathtë dhe Leo Messi ne e dim që në duelet 1-1 djathtas është gjithmonë shumë i vështirë për të markuar pavarësisht moshës dhe është e çuditshme, unë akoma vazhdoj të mos e besoj që një lojtar në moshën 39 vjeç, 40 vjeç është dribluesi më i mirë i botrorit. Duket pak absurde kështu kur e shikon me gjaftësi, pavarësisht se unë jam pak emocional kur flas për Messin se jam fansi tim, me thënë të drejtën. Nëse unë ka një lojtar që duke mos qenë tifoz i Argentinas, lë çdo gjë për të parë një ekip kombëtar, do ta bëja vetëm për Leo Messi, siç e bëja dikur për Robbie Baggio për shembull. Po është vërtet unikale kjo historia e lidhjes lojtarëve të Argentinës me fanelën në mënyrë të veçantë me Leo Messi.
Edhe një koment për këtë Angli, si e Shiko, pe. unë shikoj Anglin shumë të kompletuar, por më duket sikur lojtar, problemi kryesor është pse nëse marrim pak Francën. Franca ka marrë disa lojtarë nga kampionati francez. Liga më e fortë në botë mua më duket liga angleze. Dhe duke krahasuar këtë pjesë, sikur kishte një mungesë të kësaj gjës. Duhet të kishte marrë pak më shumë lojtarë të ligës angleze, lojtarë si puna e Maguire, Foden, Palmer, që i la faktikisht, shiko, të lesh këto 3 yje në shtëpi. Mirela, ky diskutojmë herë pas kësaj ndeshje, se më përpara nuk e kemi kohën fare Tuchel. Jo, për Fodenin edhe për Palmerin është akuzuar që përpara pse i la ti lesh 2 lojtarë. Të lesh një lojtar si Foden faktikisht mua më duket absurde personalisht, pavarësisht se deri aty kishte treguar që shikon nuk e kam nevojën. Mendoj që indikuan ato 2 dëmtimet e vazhdueshme që i kishte në formacionin baz, pastaj të qendërmbrojtësit që mos, që ju dëmtua dhe pastaj i dhaj një kolpo si duket. Por u duk sikur edhe në një deklarat para ndeshjes me Argentinën, Bellingham shprehej që shiko, Tuchel mendojnë që futbolli luhet kështu, por nuk mund të luash 120 minuta kështu. Se si kam përshtypjen ishte polemika më shumë për të krijuar atmosferë. Kishte një farloj ngërçi sikur duket mes komunikimit të disa lojtarëve dhe Tuchelit. Gjë që Tuchel nuk është hera e parë që e has me lojtarët dhe me hyrjet e mëdhenj që ka në ekip. Të njëjtën gjë ka hasur me Joshua Kimmich te Bayerni. Pastaj edhe të Chelsea, pavarësisht se u shpall kampion i Champions League-s me Chelsea, kishte disa ngërçe komunikimi apo mënyra shumë të duhura për t'i zgjidhur disa situata. Dhe si duket, ai mund të jetë trajner shumë i mirë, por është shumë problem të menaxhosh yjet në këtë lloj fushë apo në këtë lloj skene ku secili është më i madh se sa tjetri dhe secili është më i vështirë. Prevalon diskutimi pse u tërhoq. Pse tërhoqi skuadrën prapa. Ky është diskutimi që prevalon çdo debat tjetër në mediat angleze ditën e sotme. Edhe më e bukur është që nuk e pranon fajin, sepse ai thotë që unë do ta bëja sërish njëjtën gjë. Dhe është shumë e çuditshme, me thënë drejtën, sepse ti mund të tërheqësh skuadrën pas në minutën e 80, 85, 90 pa diskutim, ose kur rezultati është 0-1 ose 0-2, por të tërhiqesh përballë një skuadre me kualitet në fazën ofensive që në minutën e 55 dhe të mos reagosh edhe kur kundërshtari barazon. Domethënë, ne pam në fund që e pati forcën Anglia për ta shtyr kundërshtarin përpara, në 5 minuta e fundit pastaj të shtesës. Po, që ishte apo jo. Dhe unë madje në një moment teksa shikoja ndeshjen me miqtë e mi tash me këtë kualitet që ka dhe me këtë vështirësi të Argentinës në repartin e prapavijes ku skuadra nuk është se ka lojtar, po themi, të cilët bëjnë diferencë, po janë lojtar shumë mesatar, për të qenë korrekt. Unë mendoja që ata edhe pse në një minutazh të shkurtër mund ta ndëshkonin Argentinën. Edhe pikërisht kur ti shikon në 5 minutat e fundit që kjo skuadër ka potencialin për ta vënë vështirësi Argentinën, pra për të shtyrë përpara, për të qenë agresiv, për të fituar duele, për të dalë nga krahët, për të dhënë topa pas shpine, etj, ti aty e ke keqardhën edhe më të madhe që pse se bën këta. Të gjë për minutës 55. Ky është po themi, kjo është dilema edhe më e madhe, ky është shqetësimi edhe më i madh publik që ngrihet dhe prandaj edhe akuzat ndaj Thomas Tuchel janë edhe më të nda në këtë rast. Si mundet ti në një gjysmëfinale botërori me kaq kvalitet që ke, me një botëror shumë të mirë të zhvilluar deri në atë moment, se në fakt Anglia nuk zhvilloi një botëror të keq. Në tërsinë e saj me plus minuse të vogla, shumë të vogla, domethënë. Rasti i Kongos për shembull ishte minimalist, pra vuajtja që patën me Kongon, por në përgjithësi kanë bërë një botëror të mirë, konstant, pa problematika. Edhe ti e gjen veten pastaj të ezaurohesh kaq rënd nga një Argentinë që kishte 1-1 hallë që vinte pas 3 ndeshjeve nga 120 minuta. Unë mendoj që tërheqja prapa e pashpjegueshme dhe uria e jashtëzakonshme e argentinasve që mua më bën shumë përshtypje, prevaloi mbi dëshirën e pakët të anglezëve për të shkuar deri në fund të turnit. Ervin mendon që me Guardiolën, sepse sot është zbuluar edhe një prapaskenjë që Guardiola do ishte trajneri i Anglisë në 2014, por që rinovoi më pas kontratën me City. Vështirë pastaj të bëjmë parashikime se si do të kishte shkuar. Do ishte më ndryshe kjo Angli me kualitetin që ka. Jo, 2024. 2024 ishte doli tani prapaskena që ka qenë shumë afër firmës Pep Guardiola. Ndërkohë që ditën e sotme kishte edhe dhëna të tjera që e lidhin Guardiolën me Anglinë sërish, por që një gjë e tillë nuk do ndodhë. Ai doli dhe deklaroi që se pati diskutime edhe në media italiane. Italia është duke zgjedhur trajnerin. Do marrë një vit pushim sa dhe do shijoj jetën. Kanë qenë ditë të ngjeshura edhe për Italinë, duke qenë se Maldini
dhe Leonardo kanë marrë drejtimin e Italisë, drejtimin teknik të Italisë, u diskutua edhe një emër si Pep Guardiola, po që Italia duke me që mbetëm te Italia, Pirlo apo Mancini? Pirlo. Se këto janë dy kandidatët e vetëm. Po Conte praktikisht është sfumuar. Po. Me sa duket do marrë dhe ai pushim. Edhe po, unë nuk besoj që lidhet me këtë, lidhet më shumë me zgjedhjen e Maldinit dhe të Leonardos për të mos pasur një trajner i cili vë veto, pra i do të gjitha për vete. Praktikisht Conte është tipiku i trajnerit, menaxher që vendimet i merr vetë. Ndërsa Maldini dhe Leonardo me sa duket kanë një projekt më të gjatë që nuk lidhet vetëm me kombëtarën e parë, lidhet me gjithë ekipet e moshave, me strukturën e futbollit italian dhe ka dhënë dorë të lirë edhe Malago, presidenti i ri i federatës, Paolo Maldinit. Unë besoj që mund të shkoj tek unë personalisht do doja një trajner me eksperiencë për Italinë që e dua shumë, me thënë të drejtën. Nuk e di nëse duhuri do të ishte Mancini, nuk më pëlqejnë asnjëherë rikthimet, për të qenë korrekt. Por mua Conte do të kishte qenë zgjedhja më pragmatiste, pavarësisht egos të grupit Maldini, Leonardo dhe Conte nga krau tjetër. Në kushtet aktuale, unë mendoj që Andrea Pirlo do të jetë zgjedhja e dyshes Maldini Leonardo. Është një trajner pa eksperiencë dhe kjo gjë e ka ndarë Italinë në një farë mënyre. Sot që flasim, në këtë moment, Italia është ndarë në lidhje me qasjen për të pasur një trajner pa eksperiencë. Italisë në këtë moment, në këtë situatë të vështirë, realisht vështirë, sepse të mungosh në 3 botërore radhazi, është dram për futbollin italian. Dram për futbollin italian është mungesa e infrastrukturës, dram është mungesa e rinovimit të akademive, dram është përfshirja e nga elementeve që vijnë nga bota e errët në futbollin italian. Dram për Italinë është problematika e grup moshave. Fakti nuk është reformuar fare sistemi. Kështu që në gjithë këtë situatë të vështirë, përfshirë këtu edhe problematikën e ekipeve të mëdha, të cilat nuk dominojnë më futbollin evropian, kërkonte doza besimi. Prandaj italianët kërkonin një emër të besueshëm për Stolin në mënyrë që të rritej pak edhe optimizmi. Me sa duket Maldini dhe Leonardo duan një trajner në një farë mënyre që deri diku mos i krijojë shqetësime edhe në bazën e punës. Kështu që mbetet për të parë, unë do të preferoja një trajner me eksperiencë pavarësisht të gjithë situatës. Merila, kalojmë te diskutimi i finales. Përballë do kemi sulmin më të mirë, që është Argentina me 19 gola dhe mbrojtjen më të mirë me vetëm 1 gol të pësuar nga Spanja. Shiko, mendoj që Argentina e ka patur këtë sulm më të mirë për arsye të ndoshta të kundërshtarëve që janë tërhequr apo domethënë janë përpjekur që t'i shënojnë ato gola apo e kanë quajtur për shembull Egjiptin që e konsideroj pak a shumë si të mbyllur ndeshjen në 2-0. Dhe pastaj u kthye në 3-2 dhe është ekipi që ka bërë më shumë remontada, pra e kanë më zhdukur sikur një moment e kanë zhvlerësuar, apo nuk zhvlerësohet Argentina asnjëherë, por domethënë sikur i kanë ulur ato dozat e kërkimit të golit apo kërkimit të mbrohen shumë nga Argentina dhe pastaj Argentina ka treguar cilësitë e veta që ka në sulm, sigurisht pa i humbur asnjë nga ato çfarë ka. Për sa i përket Spanjës, pastaj Spanja nuk është se është vetëm mbrojtja. Është një mesfush aty që nuk të lejon të shkosh fare te mbrojtja, të naturalizon komplet në momentin që ti je përballë disa lojtarëve si Puna Rodrit, ke Olmon aty, Dani Olmo që vazhdimisht ndërhyn që nga sulmi del me sfush direkt e kthehet mbrapa dhe është një lojtar që kualiteti Yamal në është patjetër kualiteti apo Kukureja mua më zhdukur sikur edhe në kampionatin evropian, por edhe këtë kampionat botror ka treguar cilësitë edhe është ai lideri i mbrojtjes që është i gatshëm të sakrifikohet, të bëjë çdo lloj gjëje për kombëtarin e vet. Jo më kot bleu dhe Real Madrid. Jo më kot. Deri më përpara Spanja s'kishte asnjë lojtar të Real Madridit, tashmë e ka një dhe mund të them që ylli që pretendoi të ishte Lamine Yamal nuk është më, por mendoj që Kukureja është ylli i Spanjës dhe i padiskutueshmi. Është ai që faktikisht nëse do e gjente diçka, një dëmtim, një karton, do e linte shumë ke Spanja. Mendoj që është lojtari që Spanja ka thurur një rreth për kryesisht lojën e ka të ndikuar të grupi apo të Lamine Yamal, por Kukureja është ai që është çelësi i suksesit pasi përveç se mbron edhe sulmon, pra i bën pressing shumë krahut e vet. Krahu i Kukurejës është i blinduar si në mbrojtje por edhe në sulm. Pra është i aftë të lexojë edhe kundërshtarin kur po sulmon, por është i aftë të lexojë edhe kundërshtarin kur po tërhiqet dhe se si duhet ta sulmojë. Ervin, mbrojtja më e mirë fiton gjithmonë thonë, por në këtë rast beson që do ndodh një gjë e tillë ashtu si në 2010-ën. Bën një ngjeshmëri ndoshta. Janë dy filozofi të ndryshme, totalisht dy filozofi të ndryshme. Domethënë, në këtë rast nuk mendoj që
ky krahasim, pra mbrojtja më e mirë me sulmin më të mirë, qëndron për dhënë në një variantë se si do të përfundoj finalja. Pse? Po e argumentoj. Spanja është një skuadër e cila mund të shënoj një gol sot, po mund të shënoj dhe 4-5 në rast se ti nuk je i kujdesshëm dhe nuk i luan mbrapa, nëse i luan përpara. Pra, Spanja është skuadër e vështirësisht e parashikueshme. Për shkak të kualitetit lojtarëve që ka dhe aspektit teknik. Kështu që nëse ti shikon Spanjën në grafikën që nxorët, një ekip që ka shënuar 10 gola deri tani në këtë botëror dhe krahason krahun tjetër me Argentinën që ka shënuar 19 dhe thua në çdo rast në përgjithësi ndodh që Barcelona për shembull e Pep Guardiolës shënonte po psonte dhe fitonte sepse shënonte më shumë se sa kundërshtar. Shënonte 1 meter ose 2 meter. Po nuk është ky rasti për të bërë këtë analizë sepse janë dy ekipe me pamje krejtësisht kundërt. Një Spanjë aspektin teknik me një filozofi loje qartazi e ka në ADN e di, pra është ajo që unë përmenda që fillim ne e dim se si luan Spanja. Dhe në krahun tjetër është një skuadër si Argentina që është e varur nga dy aspekte. Nga Leo Messi 1 dhe nga uria që kanë këta për dhënë më të mirë në fushën e lojës dhe lidhje speciale që kanë me Kombin dhe me Leo Messin, se është kjo shumë e rëndësishme. Pra në momentin që Messi del në deklaratë për shtyp dhe thotë që me shumë altruizëm në fakt, për hir të vërtetës, unë jam praktikisht asgjë në rast se nuk kam 10 luftëtar në krah. Dhe kjo është shumë domethënëse. Ai e di shumë mirë që duke qenë se nuk vrapon dot më, nuk markon dot, nuk është agresiv më si në kohën e Barcelonës dhe të viteve të tij të arta, nuk jam dakord fare me ata që thonë që Messi nuk ka nevojë të vrapojë. Në fakt Messi tek Barcelona vraponte shumë. Vraponte 2 fish. Unë e kam komentuar në shumë raste, nuk mund që Messi të hesën në fushën e lojës, sikurse e bën tani. Tani e bën për shkak se nuk ka më mundësi fizike më, jo se ai nuk do. Dhe nuk jam fare dakord me të. Edhe është keq interpretuar dhe këtë deklarata e Pep Guardiolës që Messi nuk ka nevojë të vrapojë. Në fakt ajo deklaratë, po ta lexosh me kujdes, tregon madhështinë klasin që ka Leo Messi brenda tij, pra ai mund të luajë në një perimetër 20 metra, 30, 40 metra fushës. Dhe me kualitetin që ka mund të bëjë gjëmat nga momenti në moment. Ky është i qëllimi. Jo se nuk ka nevojë Argentina të vrapojë Leo Messi. Ka shumë nevojë Argentina të vrapojë Leo Messi. Puna është ai nuk e bën dot. Dhe që në momentin që ai nuk e bën dot, do duhet vijnë lëvizje 10 lojtarë të tjerë që duhet vrapojnë, shumë fish në mënyrë që mbyllin këtë lloj problematike që ai ka. Dhe kush e bën këtë? E bën Enzo Fernandez shumë fish, e bën McAllister shumë fish. Prandaj edhe Scaloni luan kaq i ngjeshur në mesfush. Luan pikërisht për këtë arsye. Dhe është detyruar pastaj kur gjërat nuk shkojnë mirë, të marr masa. Kush është masa? Të heqë mbrojtës krahut majt dhe të thot Nico Gonzalez si të vrapo 2 fish në krah, apo jo? Të heqë një mesfushor, siç bëri kësaj radhe dhe të fusi një sulmues, ose të fusin në fushën e lojës Simeonën, që është një lojtar që tek Atletico Madrid është pistoni krahut. Kështu që parë në këtë lloj dinamizmi, unë them, ne kemi 2 skuadra totalisht me pamje të kundërt. Nëse Francë-Spanjë ishte niveli më i lartë teknik i mundshëm, tek Spanjë-Argentinë është një pamje totalisht e kundërt. Mendoj që do të jetë një ndeshje e luajtur shumë mbyllur, do të jetë një ndeshje edhe pse Argentinës kjo do ta favorizonte ndoshta më shumë. Shiko, pa diskutim, në mënyrë absolute. Por besoj që do të jetë një ndeshje që do vendoset nga episodet. Nuk do të jetë një ndeshje e cila do të na jap kënaqësinë, pra mundësinë për të parë një ndeshje të hapur me raste, me gola. Besoj që do të jetë një ndeshje shumë e koncentruar. Dhe kam përshtypjen lojtarët individual që janë me shumicë nga të dyja skuadrat do të bëjnë diferencën. Fjala vjen, unë besoj që ky djaloshi i vogël Lamine Yamal, pavarësisht se ka një shqetësim të madh sot në Spanjë për gjendjen fizike të tij, sepse edhe në servitin e një dite më parë kishte pushuar, kishte pasur probleme në kofsh, mendoj që në rast se do të jetë në një ditë okay në aspektin fizik, ai ka mundësi të tregojë që me potencialin që ka është një lojtar që mund të bëjë diferencën në fushën e lojës sepse ka kualitet jashtëzakonshëm. Ai për mua, Dani Olmo dhe Rodri, pa diskutim, duke mos lënë më një anë edhe Kukureja që ka bërë një kampionat vërtet shumë të mirë, por mendoj që truri i Spanjës janë elementë si Rodri, Dani Olmo dhe Lamine Yamal. Nëse ne themi pastaj që futet nga stoli një futbollist si Pedri, ti aty kupton se me çfarë kualiteti ke të bësh.
Ndërsa në krahun tjetër, Leo Messi është gjithmonë më shumë protagonist i kësaj skuadre, duam po s'duam ne, pavarësisht moshës, pavarësisht se nuk lëviz shumë, pavarësisht se nuk ushtron më presion, nuk vrapon. Ky është një lojtar që po të shikosh mesataren e golave të Argentinës, pra 19 gola të shënuar, është praktikisht i pranishëm kudo. Po. E mbani më më shumë se pjesën e dytë. gjysmën. Ju kujtohet pjesa e dytë me se është e freskët. Ose asistues ose gol shënues. Pjesa e dytë ndaj Anglisë është shumë domethënë, se pra përveç 2 pasimeve për gol, ai ishte i pranishëm edhe në 3 apo 4 raste të tjera shumë të rrezikshme të Argentinës. Çka do thotë që ky është një lojtar pa cilin Argentina pa diskutim nuk bën dot. Dhe nuk do të bënte dot asnjë skuadër tjetër që ta kishte në organikë, një lojtar si Leo Messi, është i paparashikueshëm në çdo episod lojës. Kështu që në tërësinë e saj unë shoh një ndeshje të mbyllur, ashtu sikurse ndodh tradicionalisht me finalet, e vetëm finale që bëri përjashtim të kësaj natyre ishte ajo përpara 4 viteve, që ishte vërtet spektakolar. 3-3 që. Mirela, faktori mosh, Spanja është 26.7 moshë mesatare, ndërkohë që Argentina ka 29.1. E beson këtë ndjes Mirela, e beson faktori mosh pas asaj që pe në Argentinë-Angli? Në fakt Unë nuk e besoj më. Unë nuk e besoj. E besoja, kam thënë, fal Mirela, e kam thënë përpara ndeshjes në një studio, Argentina-Angli që faktori fizik do të bëjë diferencën në favor të Anglisë, ja që nuk ndodhi. Shiko, një ndër gjërat që bën më shumë faktor në futboll është pasioni dhe dëshira për të fituar. Dhe nëse shikoj, unë po vetëm do marr një shembull Capo Verden, kundër të dyja ekipeve që janë finalistë, ju ka marrë barazim. E vetmja që. E vetmja, domethënë, realisht ka arritur t'i ndalë këto dy ekipe. Pra, duke ju marrë barazim, duke i vënë në vështirësi, madje ekipi që i ka bërë më shumë pressing Argentinës është Capo Verde. Edhe Spanja në vendosi shumë vështirësi. Spanja ka krijuar shumë pak, një ose dy raste me sa më mendon në ndeshjen me Spanjën. Mbasi u fut Lamine Yamal i krijoi ato rastet dhe me kundrejt Capo Verdes, por si e mendoj këtë gjë? Nuk mendoj që është mosha, është dëshira ajo që bën të fitosh, është dëshira ajo që apo grinda që ti ke për ato ngjyrat e flamurit për të përfaqësuar veten apo ekipin kombëtar. Dhe sigurisht që Argentina këtu janë njerëz që po e them në thonjza janë shumë të egër përballë nëse ti përballesh me ta për shkak të anës etnike të kombëtares së tyre. Dhe kjo gjë e bën pak diferencën. Sigurisht edhe Spanja zbetet mbrapa sepse janë njerëz që me përjashtim një 2-3 lojtarëve që i ka maroken apo të huaj nga Afrika. Po që gjithsesi ata janë nuk përbën shumë diferencë. Nuk përbën, por sigurisht mendoj që Argentina njihet për këtë anën agresive që lufton në çdo lloj mënyre. Futbolli pis nuk ka rëndësi, do fitojmë. Dhe kjo e bën pak e zbe atë diferencën e moshës apo pjesën e kualiteteve të cilësisë që elementi që më bën përshtypje nga mbrojtja e mbrapa. Raporti i golit është që Spanja e kërkon gjithmonë golin në qendër, ndërsa Argentina pavarësisht shtatëlërësisë vogël të lojtarëve që kanë në raport me kundërshtarët, edhe ndaj Anglisë këmbguli gjatë gjithë kohës për shërbimet nga krahët. Dhe në fakt çuditërisht ashtu ndodhi. Pash një foto sot natyrisht e kisha vënë re edhe në qasjen e parë në ndeshje, po foto ishte tregues edhe më i madh ku Lautaro 1.75, 1.76. Edhe Nico Gonzalez që u afrua shumë golit janë. Dhe kjo është tregues që sa shumë besojnë këta në mënyrë të veçantë tek Leo Messi, se e dinë që ai shërbimin e ka nota 10. Dhe në fakt kështu ndodhe, në shumë raste edhe topat pas shpine, po edhe për shërbimet nga krahët në zemër të mbrojtjes kundërshtar, në çdo rast ishte Leo Messi që shërbeu. Ervin te prek edhe pak më parë pjesën e Barcelonës, interesante ishte sepse edhe në vitin 2010 kishte 8 futbollistë, edhe këtë edicion ka 8 futbollistë në ekipin e Spanjës. Jo, është fakt domethënës që mund ta çojë Spanjën drejt triumfit. Është fakt domethënës dhe është tregues që La Masia vazhdon të jetë një po themi ushqim i zakonshëm për moshat e Spanjës, për Barcelonën, për moshat e Spanjës dhe për kombëtarën. Dhe nuk është rastësi. Nuk është rastësi që i gjithë revolucioni kryer në vitet 90 në Akademinë e Barcelonës, natyrisht i mentorit të tyre Johan Cruyff dhe pastaj edhe më vonë i perfeksionuar, po qoftë edhe nga ajo që mund konsiderohet një shkollë në vete, sikurse ishte rasti i Guardiolës, i ka dhënë efektet kohë pas kohe. Domethënë ata vazhdojnë të kenë në ADN-n e tyre posedimin e topit, pra dominimi përmes posedimit, se ky është thelbi i Spanjës, dominimi përmes posedimit, përmes mbajtjes topit. Dhe loja horizontale, shërbimet horizontale, të cilat të përgjumin, për shumë njerëz është një lojë jo spektakolare, është një lojë po themi jo e pëlqyeshme. Në fakt unë nuk mendoj kështu. Ata janë për sa kohë janë dominues
dhe për sa kohë luajnë në zonat ngushta me atë perfeksion të jashtëzakonshëm, për sa kohë e bëjnë kuadratin në mënyrë fantastike, për sa kohë topat pas shpinje kanë nota 10, për sa kohë luajnë aq afër me kundërshtarin me një saktësi impresionuese, mendoj që janë shumë spektakolar. Kështu që ky është një sukses në mënyrë të veçantë i futbollit i La Masias. Dhe për sa kohë ato do të vazhdojnë të funksionojnë kaq mirë me La Masien, do të shohësh që edhe baza është totalisht e tyre. Dhe Messi në deklarën përshtyp përpara ndeshjes, dje më duket, e kishte përmendur këtë fakt që do të jetë ndeshje speciale për mua dhe për faktin që unë gjej brenda vetes aty edhe një pjesë të madhe të jetës time, sepse kur shoh aty që vjen nga La Masia Lamine Yamal, po vjen Dani Olmo, po vjen edhe portieri, po vjen Kubarsi. E gjithë kjo, natyrisht përkthehet, e gjithë kjo brenda vetes edhe tek Messi, ja krijon atij të besoj edhe qasjen e përgjithshme që kjo është ndeshje realisht shumë e vështirë. Dhe Argentina ka vetëm një mënyrë për ta fituar, nëse do ta fitojë, duke transmetuar në fushën e lojës atë uri që kemi pas deri tani, një uri që transmetohet në mënyrë të frikshme edhe tek tifozët në stadium. Në kualitet, unë nuk mendoj që nuk besoj që kemi në një diskutim këtu që Spanja në kualitet është më lartë se Argentina, por a fiton gjithmonë kualiteti përballë në fakt po ta kapim në përballë pasionit, urisë dhe cilësisë. Në vlerë monetare është sa dyfishi i Argentinës. Spanja. Po pa diskutim. 1.47 miliardë dhe 818 milionë euro. Puna është a e bën kjo gjithmonë diferencën? Nuk e bën. Mirë, ndalemi pak te Messi kundër Yamal. Dikur Messi në vitin 2008, mos gaboj 2007, e kishte në krah Yamalin. Foto u bë virale, ishte një foto nga UNICEF. Por tashmë do ta kemi në fushë një përballje të tillë dhe me Messin që ka bërë një botror spektakolar me 8 gola, ndërkohë që nga ana tjetër kemi pasur Yamalin që ka shënuar vetëm një gol dhe asnjë asist. Shiko, është një shprehje që e thon anglezët kryesisht, do luftoj dhe do punoj deri në një moment që idulli im të bëhet rivali im. Pra, edhe mendoj që Lamine Yamal është njeriu perfekt që ta thonte këtë gjë, pasi idulli i tij është Leo Messi dhe sigurisht Lionel Messi duke qenë idulli i tij, ai po luftoi, punoi dhe po arrin deri në këtë lloj pike. Dhe në momentin që është një përplasje, shiko, unë do doja që të fitonte Yamal për të vetmen arsye, e them pak më kështu më emocionale, më empatike këtë gjë që të tregoj dhe ai vlerat e veta përballë një idulli siç e ka dhe ta mund idhullin e vet. Dhe gjithmonë do ishte edhe për Messin, mendoj se Messi e ka fituar botrorin e tij. E ka mbyllur atë ciklin e tij të bukur. Sigurisht ka përsëri për të fituar dhe dëshira për të fituar nuk mbaron kurrë, por mendoj që kësaj radhe është radha e Lamine Yamal për të kuptuar që dhe ai për të kuptuar edhe rëndësinë se e ku është. Është një adoleshent që luan futboll të bukur. I vogël është. Është një adoleshent që luan futboll të bukur dhe ndonjëherë nuk është botrori i fundit për atë. Jo, patjetër. Madje i ka arritur të merr si shumë, 19 vjeç një kampionat evropian dhe një finale botrore. 18 vjeç ishte edhe Mbappé kur fitoi botrorin. Po, patjetër. Patjetër. Dhe ajo gjë e bëri që të ecte akoma dhe më shumë dhe jep një farlloj dëshire dhe një se normalisht një fëmijë kur ti jep diçka i bëhet kërkon akoma dhe më shumë. Dhe mendoj që Lamine Yamal është ky rasti që duhet ta marrë këtë botror, që të fillojë të kërkojë akoma dhe më shumë edhe me Spanjën dhe me Barcelonën që dritet. Duhet ta meritoj përballë profesorit. Patjetër të gjën. Me që e përmendë profesorin, përballë do kemi profesorin kundër nxënësit të tij, sepse interesante ishte që është zbuluar në orët e fundit, trajneri Scaloni ka qenë nxënës i De La Fuentes në Las Rosas që është bërë dhe pjesa e stërvitjeve dhe ku ka marrë dhe leksion nga De La Fuente. Si është këtë përballje? Ndoshta nxënësi do ta mund profesorin apo? Scaloni i ka habitur gjithë për të vërtetës dhe faktet janë kokforta në këtë rast, sepse duam apo s'duam ne, i dha mundësi Argentinës fitonte kupën e botës dhe një pjesë madhe e suksesit për te emrave individual dhe Messit mbi të gjitha, patjetër që trajneri ka rolin e tij dhe ne nuk mund ta sfumojmë, pavarësisht se ai erdhi si një trajner praktikisht anonim tek kombëtarja. Ish lojtari kombëtarës, por si trajner nuk kishte emër në mënyrë absolute. Kështu që fitimi i Kupës Amerikës 2 herë madje dhe fitimi i Kupës Botës është një sukses i jashtëzakonshëm për Scalonin, unë më shumë se sa aspekti tekniko-taktik, sepse realisht në disa raste për shembull kanë pasur pak kënaqësitë e mira me mënyrën se si është qasur lojës. Fjala vjen
Lautaro në ndeshjen e fundit mund futej shumë më shpejt, po them unë. Po edhe fakti që ka ndryshuar tmerrsisht pak nga ndeshja, vetëm kësaj radhe bëri një ndryshim rrënjësor, duke futur në fushën e lojës Simeone dhe duke ndryshuar në mes të fushës. Po pra, duke lënë stol Depolin. Kështu që është një trajner që nuk rrezikon shumë, kërkon të jetë në habitatin e vet. Por ajo që më ka bërë përshtypje është fakti që ai ka edhe për shkak të lidhjes fortë që ka me Leo Messin, ka ndërtuar një grup jashtëzakonisht solid dhe nuk ka pasur kurrë probleme në dhomat e zhveshjes. Ky është elementi kryesor, ndërsa De La Fuente pastaj për mua është arkitekt në raport me Scalonin. Është një trajner i cili edhe për shkak të mënyrës se si është katapultuar në kombëtare, njëri që vinte nga suksesi, po pra, vinte nga njeriu i sukseseve dhe me moshat. Pra nuk është një trajner, nuk është një selektor i cili vinte me klubet pas punës me klubeve, ai vinte pas një suksesi në vazhdimsi tashmë. Kështu që unë në aspektin e trajningut pa diskutim e shoh këtë përballje jo si një duel i cili vendoset nga trajnerët. Pra nuk mendoj që kjo është ndeshje që vendoset nga trajnerët. Kjo është ndeshje që për mendimin tim do të vendoset nga dinamikat e ndeshjes, nga episodët dhe nga cilësitë individuale që lojtarët kanë të dy ekipet. Në aspektin historik, të dyja skuadrat janë përballur vetëm një herë në Kupën e Botës në vitin 1966, me kemi pasur një fitore të skuadrës së Argjentinës në shifra 2-1, ndërkohë që sfida e fundit miqësore daton në vitin 2018, të fituar 6-1 nga Spanja. Shiko, të fitosh 6-1. Shë një lidhje mes asaj 6-1-shit apo duket e pamundur? Mua më duket e pamundur që të fitosh përballë Argjentinës 6-1. Siç më duket e pamundur që të fitosh dhe përballë Spanjës 6-1. Unë mendoj që kjo finale do ketë një rezultat minimalist, 2-1, 1-0 ose në rastin më të mirë 2-0, me 2 gola diferencë, po them. Nuk po them se cila është një ndeshje e baraspeshuar. 50-50, por nëse do ishte ai 1% që duhet të kalonte me patjetër tek njëra, kaloj me 51% për Spanja. Dhe e them vazhdimisht këtë gjë që shiko, nuk është që dua që kampionati botror të vi, kampioni i botës të vi në Europë dhe kaq. Por sigurisht nuk mund të them që edhe s'dua që të fitoj edhe Messi, me të drejtën. Shiko, është ai futbollisti që kurdo që e shikon ma gjepset dhe një farë mënyrë bie në dashuri me futbollin që ai zhvillon. Unë të paktën unë jam një tifoze e futbollistave me sfushor kryesisht, por kur shoh Messin, them prit një herë se këtu bën përjashtim pak, sepse ai edhe organizon dhe shënon dhe i bën të gjitha. Dhe mua më duket sikur sido që të ishte 2 gola diferencë maksimumi mund të ketë kjo ndeshje. Nuk është duel tradite ky, por i vërtetë. Duel tradite ishte Argentina-Angli, ose France-Spanjë. Ose kanë qenë dikur Itali-Gjermani, Gjermani-Argentinë, Gjermani-Brazil, këto janë duele tradite. Kjo është një sfidë që nuk ka traditë në duelet kundër njëra tjetrës. Dhe mos harrojmë që Argentina dhe Spanja ndryshojnë nga njëra tjetra kur vjen puna tek tradita, sepse Spanja është një kombëtare që nuk ka një shenjë të madhe në histori në vazhdimsi. Pra është një kombëtare e cila brezin e parë të rëndësishëm e ka pas në fillimin e viteve 90. Edhe në atë kohë me shumicën e lojtarëve të Barcelonës. Barcelona e famshme atyre viteve, e cila u eliminua në 94 në çerfinale nga Italia, në ndeshje dramatike nga Robbie Baggio me shok. Po, ndërsa Argentina ka qenë tradicionalisht një skuadër e pranishme në nivele të larta, në mënyrë të veçantë pas viteve 70. Kështu që edhe në aspektin e traditës nuk ka se si të jetë një duel, edhe për shkak të po themi të fatit në short, nuk është se ka prodhuar ndonjëherë historinë të kaluar. Në kryq është një ndeshje krejtësisht e re parë në këtë kontekst. Ervin, gjyqtari i ndeshjes do jetë një emër i njohur për ty, Slavko Vincic, e ke komentuar shpesh herë në Champions League, ka qenë arbitër i finales së vitit 2024 Dortmund Real. Do jetë një arbitër i denjë për këtë sfidë. Mjafton të jetë gjyqtar evropian. E di që është Vincic, se pash edhe për lotjen e tij, në momentin që Colina që doli edhe e pamja që Colina me shumë elegancë, në momentin që po tregonte bluzën e finales së gjyqtarit, në atë moment kur askush nuk e priste që do të thuajë emri, e tha më njëherë direkt, domethënë. Edhe krijoi një emocion, sigurisht është emocion i madh thjesht gjyqtari finales, por unë përkundër çdo personazhi që do të ishte, mjafton që është europian. Unë me thënë të drejtën jam shumë i keqardhur për mënyrën se si FIFA ka menaxhuar në totalin e saj ndarjen e gjyqtarëve. E di shumë mirë që përfaqësimi duhet të jetë patjetër i kësaj natyre, pra do të ketë gjyqtarë nga të gjitha vendet, e di shumë mirë këtë, sepse Kupa e Botës është përfaqësim, por FIFA
nuk njohë përfaqësinë për shembull kur nuk e dhan pasaport, nuk e dhan vizën gjyqtarit somales. Pra nuk njohë përfaqësim edhe në elemente të tjera kur trajtoheshin atë lloj forme kombëtarët në aeroporte apo jo. Apo Irani, Egjipti, Iraku etj etj. Kështu që përpara se justifikohet me përfaqësimin, natyrisht duhet të ketë një barometër të drejtë edhe tek përfaqësimi në aspekte të tjera. Por përkundër kësaj, nëse ju më gjeni një gjyqtar evropian të përfolur në këtë botror, mund të ketë një element shumë minimalist. Po nëse ma gjeni, atëherë unë të riqem. Unë mendoj që gjyqtarët evropian janë kulmi i mundshëm, edhe për shkak të cilësisë që ka futbolli evropian. Pra një gjyqtar që gjykon Championsin në vazhdimsi, natyrisht tani që ka fituar përvojën drejt e haj për të garantuar cilësi edhe në ndeshje të rëndësishme. Kështu që për mua Vinčić nuk është një gjyqtar i keq, është një gjyqtar me shumë autoritet. Kështu që në tërësinë e saj unë mendoj që pa diskutim për te shkollës britanike që ka një çik brenda vetes element. Leon destilojnë atë. Ka këto elementet që ndonjëherë e rrëshkasin pastaj debatin në ndërhyrjen e një faull më të fortë, nuk ndërhyrjen e një faull më të lehtë, se këto kanë qenë problematikat më të mëdha në këtë botror. Kështu që unë mendoj që Slavko Vinčić është një zgjedhje krejt normale e një gjyqtari evropian që për mua përfaqëson vlerat, pra gjyqtarët evropianë në tërësi përfaqësojnë vlerat më të mëdha të gjykimit në nivel botror. Po një gjyqtar nga Salvadori tani ose nga Uzbekistani, sigurisht ishte rasti i France-Paraguay të mëshme. Tani më thoni që e kam gabim kur them që gjyqtarët evropian janë më të mirë në botë. Tani gjyqtar nga Uzbekistani të lejoj atë masakër sportive, sa ishte masakër sportive. Ishte distancë sportive. Ishte turp. Por mua unë e shikoja me neveri, më vinte neveri kur e shikoja atë ndeshje. Ishte e tmeshme. E tmeshme ishte që nuk ishte edhe reagim nga FIFA. Kështu që po tani FIFA ne dim çfarë institucioni është Rozal tani. Shiko, institucion që hoqi kartonin e kuq. Deri këtu i krimbur në gjuna e në mëkat apo jo. UEFA duket vite larg FIFA-s në këtë rast absolutisht me organizimin që ka bërë në menaxhim, absolutisht. Më organizuar. Mirela, të bëjmë një parashikim për finalen, duke qenë se shkuam drejt fundit të argumentit. Po e them 3-1 për Spanjën. Ervin? Unë pa diskutim që do doja të fitonte ky zotria që është aty me trofeun krahun e djathtë Leo Messi. Pa diskutim, unë përmenda që në fillim të transmetimit, unë jam bërë tifoz me Italinë në 94-ën, i mrekulluar nga Bishtaleci, nga Robi Baggio. Dhe pa diskutim, në rast se do të më thoje dikur që si tifoz i Milanit, që e ke ndjekur më Shevchenko pas largimit nga Milani apo Kakan etj, do thoja jo. Ndërsa këtë zotrin këtu, edhe pse nuk isha tifoz e Barcelonës, e ndiqja çdo fundjavë me një endje të jashtëzakonshme. Kështu e kam ndjekur dhe në botror. Është një lojtar që përkundër diskutimit ton, Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona etj. Gjithsesi janë edhe më shumë personale. Absolutisht, këtë doja të thoja. Çdo gjë shumë personale, jashtëzakonisht, që lidhet me ndjesitë e brendshme. Ndjesia ime është kjo. Ky për mua është një lojtar shumë i veçantë dhe uroj shumë që ta mbyll karrierën në mënyrë më të lavdishme të mundshme. E shoh të vështirë, mendoj që është një ndeshje aty, 55-45 do t'i jepja Spanjës për të qenë korrekt. Mendoj që është ndeshje që do të shkojë në shtesë dhe besoj që kemi një rezultat thjesht për parashikim për të respektuar dhe pyetjen tënde, mendoj që mund të jetë një ndeshje që do të shkojë drejt 1-1 dhe pastaj në shtesë sepse jo tek penaltit. Një parashikim edhe për finalen e vogël Francë-Angli. Krejtësisht e pa vlerë. Ajo është ka vlerë vetëm për unë e shoh si një ndeshje me shumë gola në fakt, do jetë Mbappé nga një krah. Pra, eksakt, ajo ka vlerë vetëm për të kënaqur dëshirën personale të Kylian Mbappé dhe për ta ngushëlluar në një farë mënyrë suksesin e mundshëm apo të Harry Kane. Kështu që okay, po edhe unë mendoj që mund të jetë një ndeshje me gola. Francë-Angli do të kishte qenë një finale, po kaq e denj sa Spanjë-Argjentinë për të qenë korrekt. Francë-Angli do të kishte qenë po kaq e denj, madje për të mos thënë më luftuar. Më luftuar në tipologjinë e të dyja skuadrave. Këto ekipe nuk vodën asgjë, as Spanja dhe Argentina, të dyja për ndeshjet gjysmëfinale që zhvilluan e super merituar, por një finale po kaq e denj do kishte qenë dhe Francë-Angli dhe duke mos pas më kompleksin e trofeut, pra e humbjes trofeut, mendoj që do të jetë një ndeshje shumë spektakolare. Franca-Angli, besoj që Franca ka mundësinë dhe kualitetin për të siguruar, po themi, ngushëllimin e të qenit vendit tret në botë që nuk vlen në këtë rast, në çdo rast. Mirela, dhe ti pret gola besoj. Unë pres gola nga të dy. Edhe nga Harry Kane dhe nga Mbappé, sigurisht i shikoj.
Por ama topin e ardhur do fitojë Messi. Shikoj, është pak e vështirë ta fitosh topin e ardhur. Në rast se fiton trofeun, po? Pse jo? Shikoj, është pak e vështirë. Ishte për provokim jo. Është pak e vështirë, në orët e fundit ka pasur shumë rritje Aludime. përgjithësi se Messi mund fitoj dhe topin e art të përgjithshëm të France futbollit, jo vetëm këtë të botrorit. Jo, s'po flas për botrorin, unë po flas për topin e art Për tërësi, për të FIFA-s në fund të vitit. Pra, në rast se Por nuk Messi besoj fiton që- trofeun, kupën e botës, Gjasat janë të mëdha, gjasat fitoi janë topin e nëntë realisht të mëdha. Ndjes mirë, no? Jo, patjetër jo, të shohim se si do shkojë situata, se edhe unë, shiko, ai mund të marrë pjesë në formacionin më të mirë të vitit apo mund në ato listën e topit të art, patjetër, por nuk mendoj që është më kandidati Mirela më serioz në për 7 sfida kishte 4 ose 5 i kishte si lojtari më i mirë, kështu që është duket si një përsëritje e vitit 2022. Shiko, cilësinë e Messi nuk e hedhin dot në tokë dhe sikur të bëhen të kthej. Se si të presim me çon. Përmbys gjithë gjëja, nuk mendoj. Messin mund ta ndalosh vetëm duke e rrëzuar apo duke i bërë faulle, se ndryshe është shumë e pamundur Jemi për me ta fat që ndaluar. jetojmë në epokën e këtyre lojtarëve, me thënë drejtën. Meila dhe Ervin, ju falenderoj shumë që ishit sot për të Shumë diskutuar këtë finale të madhe dhe të shohim se kush do ta fitojë, Messi apo Yamal. Të nderuar miq, ju përshëndes dhe shihemi në transmetimet e tjera.